opozitare, e cila ka 12 vite në opozit, si le ta themi justifikon këto para të derdhura vetëm për një kontratë? Dhe e dyta, a ja vleti kjo pagesë për Kris Laçivita? Së pari, ju dhe çdo shqiptar mësuat dje se shifra e paguar ishte 14 herë më e vogël nga ajo që shpalli Edi Rama dhe makineria e tij mashtrimit. Në rast se shkoni në mars të këtij viti, do të gjeni shifrat 22 milion e me radhë. Dhe ju e pat, dhe shqiptarët e panë, se kjo shifër ishte jo 10, por 15 herë më e ulët. 15 herë. Pra, tullumbacia e skandalit të tyre u çfry dhe atyre u ngeli mashtrimi në dorë. Mashtrimi në dorë. Kjo ekipi i Laçivita, pa diskutim ekipi më serioz i botës. Me eksperiencën më të jashtëzakonshme. Por dhe bëri më të mirën e mundshme. Dha një ndihmë jashtëzakonisht të çmuar. Organizoi një fushat që shqiptarët se kishin parë kurrë më parë. Por ekipi i tyre nuk ishte përgjegjës për diktaturën autoritare të vendosur në Shqipëri nga Edi Rama. Jo. Me që jam këtu dhe më bën këtë pyetje, unë shtoj disa pyetje. Jo për ju vetëm, për çdo qytetar shqiptar. Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve të 11 majit, në rast se në kundërshtim flagrant me parimet ndërkombëtare të demokracisë dhe pluralizmit, Edi Rama nuk do të arrestonte në vitin elektoral dhe të ndiste penalisht liderët e 3 partive kryesore opozitare. Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve të 11 majit në qoftë se Edi Rama, duke shkelur 4530 herë ligjin e vendit, nuk do organizonte 4530 evente, si thon raportet ndërkombëtare, për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve të 11 majit në rast se Edi Rama nuk do të përdorte të gjitha rezervat, burimet e qeverisë në fushat elektorale, duke shkelmuar parimin më themelor të zgjedhjeve, parimin e barazisë, duke krijuar një fushë krejt të barabartë. Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve 11 maj? Në rast se Edi Rama pikërisht duke shkel këtë parim, nuk do shpërndante për çdo pensionist 100 euro. Më thoni pak. Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve të 11 majit? Në qoftë se Edi Rama nuk do shpërndante
200 milion euro për fermerët kundrejt vetëm 32 milion euro që shpërndahen në vitin e zakonshëm. Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve të 11 majit në qoftë se nuk do faleshin 200 milion gjoba dhe kamata? Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve të 11 majit në qoftë se nuk do hipeshin qindra dhe dhjetra mira, leje ndërtimi, leje legalizimi dhe leje të tjera? Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve të 11 majit në qoftë se nuk do të bëheshin mbi 10.000 punësime të përkohshme për qëllime elektorale? Cili do ishte? Çdo qytetar pyes vetëm. Rezultati i zgjedhjeve të 11 majit në qoftë se nuk do hipeshin licenca për të mbjellë kanabis në 28.000 hektar në mbarvendin kundrejt 200 hektarëve që lejon ligji? Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve në qoftë se kartelet e drogës të Suelçes, Fatmir Topin, të Bajrë dhe tjerë me radhë në barë Shqipëri nuk do nxirrin harxharët e krimit dhe milionat e eurove të krimit për të mbyrë vota? Aq sa Michael Gahler deklaroi në Parlamentin Evropian se në Shqipëri krimi organizuar nuk lejon rotacionin. Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve të 11 majit në qoftë se 90% të mediave nuk do të këndonin melodinë e qeverisë dhe artikujt, editorialet dhe lajmet nuk do të dystonin me qeverinë? Ja pra. Janë të gjitha këto që si vitatim i konstatoj, i pa me sy, por këto s'janë asnjë të lasivitas. Janë të gjithat raporteve ndërkombëtare të vëzhguesve zgjedhjeve, cilë konkluduan se Shqipëri duhet të ndahet partia nga shteti. Imagjino tani. Domethënë në Shqipëri partia dhe shteti janë një, nuk ka zgjedhje, ka fars. Prandaj betejë vazhdon. Kjo është një betejë në vazhdim. Ka patur një zotim solemn toni, do të mbrojmë votën. Dhe ne kemi mbrojtë votën në mënyrën tonë. Ne nuk kemi gorila, dhe nuk e mbrojmë me armë, por ne një parti demokratike, metodat paqësore, por ato, ata avokatët e narkoshtetit e kyçën gojnë. Nuk flasin dot më as për standarde, as për kështu, as për ashtu. Zgjedhje kompetitive shkruan aty. Po, e di do të kompetitive dashur qytetar, do të thotë që ka pas shumë kandidatura. Sepse pluralizmin, diktaturat autokratike, sepse diktatura autokratike e pranon pluralizmin, por e shtyp pluralizmin. Kjo është e gjithë ndaj dhe në këtë rast shpreh falënderimin tim qeverisë Shteteve të Bashkuara që nuk e uroj Edi Ramën, mbasi zgjedhjet fitoria e tij është kalp, zgjedhjet e tij, zgjedhjet nuk ishin të lira dhe të ndershme. U përket qytetarëve tani të flasin, absolutisht kam besim në të pakufishëm se shqiptarët do të flasin.